Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor arrestuan një person 58 vjeç banues në Shkodër pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur, po ashtu nisën procedim penal për dy persona të tjerë, 45 dhe 68 vjeç, pasi u kapën duke drejtuar motomjetet pa leje drejtimi. Specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve referuan një rast për një të ri 21 vjeçar banues në Shkodër, pasi gjatë kontrollit fizik i u gjet një sasi e dyshuar e narkotikëve kanabis, e cila u sekuestrua si provë materiale. Specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare nisën procedim penal për një 26 vjeçare banues në Shkodër për veprën penale mashtrimi. Sipas kallëzimit, ajo ka mashtruar dy shtetas të huaj për transferte në një shumë eurosh në lidhje me sigurimin e lejes për qëndrim dhe punë në Shqipëri. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Shkodër referuan raste të tjera penale. Një 29 vjeçar u kap me një dorezë metalike përforcues grushti, ndërsa një tjetër person u xhobit për lidhje të paligjshme të energjisë elektrike në banesë. Specialistët për hetimin e krimeve në stacionin e policisë Velipoj referuan një rast për një 42 vjeçare që ka kryer punime ndërtimi pa lejen përkatëse. Po ashtu në Komisariatin e Policisë Puk, një person 57 vjeçar është referuar në gjendje të lirë për zaptim të një toke arë në fshatin Shkoz. Materialet procedurale ju referuan prokurisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.